Në kuadër të aksionit të zbatuar periudhën e kaluar, ku deri më tani janë sekuestruar mbi 40 ton marijuanë nga më shumë subjekte juridike të vendit, Prokuroria Themelore Publike njofton opinionin në vazhdimsi, po ndërmerr aktivitete në bashkëpunim me MPB-n dhe Komisionin për Miratimin e Kultivimit të Kanabisit për qëllime mjekësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Janë vënë edhe linjat e komunikimit me autoritetet e Serbisë. Për të zbardhur faktet dhe rrethanat, prokurori nga Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit është në komunikim me Prokurorinë për krim të organizuar të Serbisë për të këmbyer informacione që do të ndihmonin implikimet e mundshme të dy rasteve dhe origjinën e marijuanës. Po ndërmerren edhe masa të tjera, sikurse është marrja në pyetje e personave si dëshmitar. Ndërkohë dhe gjatë ditës së sotme nuk kanë munguar përplasjet partijake për temën e fjalë. LSDM-ja pretendon se DEA amerikane ka dorëzuar të dhënën në Prokurorinë e Maqedonisë dhe Serbisë për skandalin me 5 ton drog. Според неофициалните информации от медиумите во Србија, обвинителството во Србија и во Македонија добиле клучни податоци од Американската агенција за борба против дрога, DEA. Sipas informacioneve jo zyrtare nga mediat serbe, prokuroria në Serbi dhe Maqedoni ka marrë të dhëna kyçe nga DEA amerikane. Për shkak të këtij bashkëpunimi ndërkombëtar, Mickoski tashmë një javë s'ka përgjigje se si 5 ton marijuan kaluan kufirin, ta kalojnë Maqedoninë dhe të hyjnë në Serbi. Heshja nuk është e rastit për shkak se paktet tregojnë se pa mbështetjen e strukturave të pushtetit, MPB-s, doganës dhe institucioneve tjera, një operacion i këtill kontrabandues nuk do të ishte i mundur. Por nga VMRO DPMN-ja insistojnë se në rastin e konfiskimit të 40 tonëve drog janë të implikuar Zaevi dhe Filipçe. Sipas partisë në pushtet, rreth 70% e drogës së sekuestruar i takon firmave siç thon të njerëzve të afërt me Zaevin. Сега следи целосно расчистување на криминалот во оваа област. Tani pason zbardhja e plotë e krimit në këtë fushë, secili që merret me kultivimin, prodhimin e prodhimeve të gatshme nga marijuana do të hetohet. Për implikimin e Zaevit dhe Filipçes, fillimisht ata le të përgjigjen. Ku është paraqitur Zaevi gjatë konfiskimit të 5 ton drog? Pse me shpejtësi Filipçe është drejtuar për në jug? Rasti do të kompletohet vetëm nëse PTP heton të gjitha aspektet, mes të cilëve edhe lidhjen Zaev-Filipçe. Mbi 40 ton marijuanë deri tani janë konfiskuar në aksionin që nisi nga 5 shkurti nga policia dhe prokuroria në fabrikat për kanabis mjekësor në vend. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, aksioni vazhdon edhe më tej, por nuk ka informacione për të dyshuar apo të arrestuar. Nga marijuana e sekuestruar, 9 ton dhe mbi 1300 shishe vaj kanabisi janë konfiskuar nga një fabrik në Shkup, ndërsa mbi 31 ton marijuanë dhe biomas nga firma në rajonin lindor të vendit.